Transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: fletushkat e Ibrahimit kanë zbritur në natën e parë të muajit të Ramazanit. Tevrati është zbritur pasi kaluan 6 net të muajit të Ramazanit. Ndërsa në natën e 13 të muajit të Ramazanit ka zbritur Injili. Pastaj në pjesën e fundit, pasi kaluan 24 net të muajit të Ramazanit, zbriti Kur'ani. Thot Abdullah ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Kur'ani ka zbritur, ka filluar të zbres, apo ka zbritur i tërë natën e Kadrit në muajin e Ramazanit. Këtë Allahu xhalla wa ala dëshmon në Kur'an ku thot: inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne Kur'anin e kemi zbrit në natën e Kadrit. Në një ajet tjetër thot: inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. Ne Kur'anin e kemi zbritur në një natë të bekat. Pastaj, kjo zbritje është prej Lauhi Mahfudhit, ajo plak, me thonë kështu, në të cilën ruhen kaderet të caktimet e Allahu xhalla wa ala, ka zbritur prej Lauhi Mahfudhit në qiellin e botës. Pastaj ka filluar të zbres në muajin e Ramazanit prej qiellit të botës për një periudhë 23 vjeçare tek pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nga këto del në pa lidhshmëria e ngushtë mes muajit të Ramazanit dhe shpalljeve qiellore. Në natën e Kadrit, në muajin e Ramazanit, për herë të fundit me zbritjen e Kur'anit, filloi edhe një herë lidhja e qiellit me tokën. I erdhi Meleku Gjibril, pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe i tha: lexo. Atëherë kur ja zbriti 5 ajetet e para të kaptinës Al-Alaq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas kësaj i kushtonte vëmendje të veçantë muajit të Ramazanit, saqë shokët e tij i përgëzonte me ardhjen e këtij muaji. Më thonë të atyre, ka ardhur tani me një muaj i begat, mubarak. Fjala mubarak në gjuhën arabe do të thotë kathirul khairat, që të mirat edhe begatit e këtij muaji janë të shumta. E prej begative të këtij muaji është edhe se Allahu xhalla wa ala ka filluar zbritjen e Kur'anit në këtë muaj. Për këtë arsye, thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte bujar. Mirë po bujaria e tij shtohej edhe më shumë atëherë kur i vinte Gjibrili në muajin e Ramazanit. Bile ishte bujaria e tij shtohej sikur era e freskët e cila vije me begatit e saj. Tregon Fatimja radhiyallahu ta'ala anha se pejgamberi sallallahu pejgamberit alayhi salatu wasalam, Gjibrili i vinte çdo net prej neteve të muajit të Ramazanit edhe ja mësonte Kur'anin dhe përsërisnin atë. Kështu ka vazhduar pejgamberi alayhi salatu wasalam për çdo Ramazan e përsëriste Kur'anin me Gjibrilin një herë. Ndërsa në vitin e fundit, në vitin e Ramazanin e fundit, vit në të cilin vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Gjibrili ja kishte përsëritur Kur'anin atij 2 herë. Nga kjo në kuptojmë se lidhshmëria e Ramazanit me Kur'anin është tejet e dukshme. Edhe për këtë arsye, dietarët e hershëm, njerëzit e devotshëm i kushtonin rëndësi të veçantë leximit të Kur'anit gjatë këtij muaji. Për këtë arsye, dietarët e hershëm dhe njerëzit e devotshëm i kushtonin rëndësi të veçantë leximit të Kur'anit gjatë këtij muaji. Është transmetuar nga Imam Zuhriu rahimahullah të këtë thënë, kur vinte muaji i Ramazanit apo kur vije muaji i Ramazanit, lëreni anash punët e tjera, kuvendet e hadithit, nga se ky muaj është muaji i leximit të Kur'anit edhe muaji i sadakateve. Një gjë e tillë është transmetuar edhe prej dietarëve të mëdhaj si Imam Malikut, Sufjan al-Thaurit e disa të tjerëve. Edhe nga kjo del në pa lidhshmëria, po them edhe një herë, e ngushtë mes muajit të Ramazanit edhe zbritjes së Kur'anit.
Allahu Gjelle wa Ala në këtë muaj përveç tjera që obligoj edhe agjërimin e Ramazanit. Sikur Allahu Gjelle Gjelaluhu po donë që njeri unë ta përkatis në çdo aspekt që këti Kur'ani, këti libri të madhërishëm dhe fisnik, t'i qasemi në formën më të mirë të mundur. Nëse i analizojmë të tëra këto, del në pa një çështje e rëndësishme dhe mahnitëse se si djerzit e hershëm, ata të devotshmit, i qasësin leximit të Kur'anit në Ramazan. Nëse kuptojmë këtë, nuk është e çuditshme kur lexojmë se Imam Shafiu, Allahu e mëshiroft, i bënte 60 hatme në muajin e Ramazanit, në namaz. Njëta gjë është transmetuar për Ebu Hanifa rahimahullah. Mirë po këtu duhet i përgjigjemi një problematike që mund të themi, për shembull, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ndaluar leximin e Kur'anit në më pak se 3 ditë, për faktin se nuk mund të meditohet Kur'ani ashtu siç duhet. Ndërsa në të njëjtën kohë gjejmë se shumë prej dietarëve të hershëm dhe prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin e bënin hatme brenda natës. Ajo që duhet analizuar në këtë çështje është se ata muajin e Ramazanit e shfrytëzonin maksimalisht. Dhe për këtë kanë thënë dietarët, nëse jemi në një kohë, nëse jemi në një sezon të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka vlerësuar shumë, atëhera lejohet që Kur'ani të bëhet hatme në më pak se 3 ditë, vetëm e vetëm për ta shfrytzuar këtë muaj të begat, muaj të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka veçuar me zbritjen e Kur'anit ku thot Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji i Ramazanit është muaj në të cilën Allahu e zbriti